Ma në fund hapet ngushtica e Hormuzit. Donald Trump deklaroi publikisht që ka rënë dakord me Iranin, por Irani nga ana tjetër kërkon dëmshpërblim, pra dëmshpërblime të luftës, sepse duhet të dini që kur bëhet një luftë dhe dikush të riqet, në këtë rast u tërhoq Amerika, duhet që ta shpërblej. Njëkohësisht, fillimisht, sepse është tepër komplekse, por do t'ja u them sa më qartë jetë e mundur. Fillimisht, Irani kërkon të gjitha të ardhurët financiare të bllokuara nga Amerika në vendet e tjera. Duhet të dini që sapo filloi lufta me Iranin, Amerika në çdo vend të botës, pra përveç Iranit, në vendet e tjera të botës, ai bllokuan të gjitha të ardhurët financiare pra në bashkëpunim me Iranin. Të gjitha bizneset, të gjitha parat që ishin të investuara, pra në disa aksione e tjere tjere. Dhe duhet të dini që flitet parafërsisht dhe rreth 10 miliard, 20 miliard dollar. Dhe nga këto 20 miliard dollar kërkohen një shumë e menjëhershme, të paktën 12 miliard dollar, dhe me kalimin e kohës pastaj edhe të tjerat. Por kur të mbaroj kjo negociat, në fund fare, pra do bëjnë një listë të kërkesave të dëmshpërblimit të luftës. Duhet të dini që duke filluar që nga viti 2000 dhe këtej kanë ndërhyrë disa forcat të tjera, pra për të krijuar atë që quhet të drejtat humanitare botërore. Çdo të thotë kjo? Me anë të drejtave humanitare, ti ke të drejtë sepse ka një ligj ndërkombëtar të vendosur nga të gjitha shtetet, sepse është firmosur nga të gjitha shtetet, ku lejon pra të drejtën e kërkesave. Dhe kërkesat, nëse kanë firmosur të gjithë janë pjesëtarë, dhe në këtë rast pjesëtar edhe të marrëveshjeve, por edhe njëkohësisht edhe të luftës. Në këtë rast që për luftën, atëherë meqense u tërhoq Amerika, i ka për detyrë një pjesë të parave. Tani nuk dihet nëse kjo do të arrihet ose jo, por kryesisht ajo që është më e rëndësishmja, ndoshta disa ekspertë thonë që mund të jetë bërë dhe kjo lëvizje nga Irani për të marrë, sepse është diçka strategjike dhe njëkohësisht edhe inteligjente. Në një rast të tillë, nëse do kërkonte vetëm të ardhurat, me fjalë lirimin e të ardhurave financiare që janë të bllokuara, ato 20 miliard, nëse nuk do të kishte një rrugë tjetër për të bërë një kërkesë tjetër. Pra ishte vetëm një. Dhe nëse ishte një jo, ose një marrëveshje e keqe, negative për Iranin, atëherë s'kishin më shans tjetër. Dhe shansi është ky. Duke bërë një kërkesë të tillë, pra një kërkesë të ardhurave financiare që pastaj do kërkojmë dëmshpërblim, janë dy kërkesa. Kështu që njëra miratohet. Dhe mund të jetë dhe kjo që miratimi i kërkesës së parë, atëherë bën që ato të tjerat mund edhe mos t'i marrin. Tani, ç'është e vërteta, Irani ka patur dhe vazhdon të ketë marrëdhënie të forta jo vetëm me Amerikën, por edhe me Evropën, me investime. Njëkohësisht edhe me naftën, me gazin e të tjerë. Dhe në një moment të tillë, Iranit i intereson shumë. I intereson pikërisht ky moment tani, pra ballafaqimi dhe arritja e marrëveshjes. Mirpo, këto ditë, ashtu siç e dini, Donald Trump festoi sot ditëlindjen e tij, pra 80 vjeç. Dhe ishte shumë i angazhuar pra këto ditë për këtë qëllim. Kështu që nuk ka patur dha vetëm lajmin që do të lirohet komplet pra ngushtica e Hormuzit dhe kaq. Por në ditët në vijim mendohet që do të bëhet kërkesa me shkrim dhe pastaj do të ekzekutohet. Priten në këtë moment në radhë janë rreth 500 anije, të paktën kështu thuhet për momentin, 500 anije në radhë. Dhe në një ditë të vetme mund të kalojnë mbi 2000 anije, të paktën kështu parashikohet. Pra ka një dyndje të madhe nëse do të ndodhë një gjë e tillë, dhe pjesërisht një pjesë e madhe e këtyre anijeve janë evropiane dhe pastaj edhe aziatike, sepse ju dini që kryesisht është Kina, pra që merr gazin dhe naftën nga Irani. Por njëkohësisht në këtë periudhë të kësaj marrëveshje, nëse do të arrihet, sepse ka dhe shumë mundësi që të ndryshojnë gjërat, se nuk vendosin këta, vendos dikush tjetër. Dhe edhe po tjetë një po optimiste, pra një fjala po optimiste e Donald Trumpit mund të ndryshojë ditën tjetër. Por po thosha, në një moment kaq delikat, nëse e keni vënë re, qoftë Rusia, por qoftë edhe
Kina rrin asnjëns. Rrin asnjëns sepse Amerika mendohet, nuk është një parashikim im, mendohet sipas ekspertëve, tani të dyndet drejt Kinës, sepse është Kina ajo që ka buxhetin financiar shtetëror më të madh pra të viteve të fundit dhe drejton pothuajse 60-70% të buxhetit botëror. Dhe është ky shkaku që Donald Trump bën këtë lëvizje pra për të qenë më i drejt për drejt rreth kundrejt Kinës. Ka disa fjalë ndonjëherë që nuk mund të thuhen dhe po i vi vërdall kështu. Me pak fjalë do bëhet në mënyrë strategjike, jo në mënyrë të drejt për drejt, që të mos ta kuptojnë sepse nuk është fjala tani që të përplasen me një arsenal, por do e mbani mend këtë që po ju them, do e bëjnë në mënyrë indirekte. Dhe në këtë rast, edhe në këtë rast, jo në këtë rast, por edhe në këtë rast, Rusia nuk do të marrë pjesë. Rusia do të jetë e fundit, pra me Amerikën po flas, që do të ketë këtë nxitje, jo se do të ketë luftëra, por do të ketë të nxitje pra për që të ul ekonomikisht buxhetin. Sepse ulja e buxhetit ekonomikisht duhet dini që ajo është shuma. Shuma është aq, për shembull, gjithë bota ka X trilion dollar borxh në të gjitha ose X trilion që lëvrojnë në mbar botë. Dhe ato janë parat. Nëse ato do paksohen, atëherë i bie që një pjesë prej tyre do shpërndahen. Pra, do shpërndahen në Evropë, apo diku tjetër, apo ndoshta dhe privat, që do t'i çojnë jashtë Kinës. Dhe është ky projekti, me pak fjalë. Janë teori konspirative, nuk diskutohet, por unë doja t'ja u thosha, sepse është një moment që njerëzit mendojnë që çdo gjë përfundon këtu, me fjalë, me hapjen e ngushticës së Hormuzit. Unë besoj se jo. Se viti 2030 është ende larg, duket shumë afër, por është ende larg. Me fjalë, ne jemi në vitin 2026 dhe në 4 vite ndodhin shumë gjëra, shumë fatkeqësira, dhe bile edhe shumë trazira. Dhe shpresoj që mos ndodhin në Shqipëri, sepse siç e pat, trazirat po shtojnë gjithmonë më shumë edhe në Shqipëri dhe tregohet disa thonë janë teori konspirative si gjithmonë, që dikush i nxit këto përplasje sepse u nevojitet për gjëra tjera, u nevojitet të mbyllin të mbulojnë disa probleme edhe jashtë vendit, jashtë Shqipërisë, por njëkohësisht edhe brenda Shqipërisë, por njëkohësisht edhe u duhet për reklam. Pastaj për të rindërtuar diçka që nuk e kam kuptuar ende, sepse janë vetëm teori konspirative, por mendohet që do të ndërtojnë diçka në Shqipëri po flas, dhe këto janë lëvizjet e mendoj të së ardhmes, por ajo që është aktuale është fakti që ngushtica e Hormuzit do hapet, me fjalë sot, nesër, pas nesër, dhe shumë anije presin në radhë për të marrë naftë dhe gaz, por kam një pyetje unë shumë të rëndësishme. Ju si mendoni? Do të ulet çmimi, sepse çmimi u rrit. Tani si thoni, do ta ulin çmimin? Meqenëse çdo gjë do shkojë mirë, do hapen. Do hapet ngushtica. Do shtohet akoma më shumë çmimi. E dëgjuat mirë, por pas shtatorit. T'ja u përsëris prapë. Më vjen keq që ta them. Pas shtatorit. Kur të fillojnë me ato të mbjellat, ato të korrat që nuk arritën, që t'i mbulonin, sepse sapo kanë filluar me të korrat, kur të vi momenti që nuk i kanë mbuluar ende, atëre do kujtohen që do rrisin çmimin e grurit dhe njëkohësisht do rrisin dhe çmimin e naftës. Dhe kështu që edhe nëse do hapet ngushtica, populli ha gjithmonë. Pres komentet tuaja natër.